përshëndesim, Albin. Zonja... Unë mendoj se nga perspektiva sociale dhe psikologjike, burri edhe gruaja e plotësojnë njëri tjetrin. Për arritjen e sukseseve, qoftë në krijimin e familjes, qoftë në krijimin e një biznesi, në një farë mënyre këta dy janë plotësim, janë veshje për njëri tjetrin, plotësim për njëri tjetrin, për më arritë një sukses, apo si mund të them, si një brava me qelësin. Për të hapë dera duhet një qelës, e për të qelë dishka duhet brava. Prandaj normat morale në përgjithësi, duhet t'i kenë ato t'i kenë ligjet e veta, t'i kenë ndjesit e veta, për këtë rastin që në pra ju po konsiderojnë që burra dhe gratë janë si derat e qelëse? Si brava edhe qelësi. Brava edhe qelësi, kur janë ato i hapin çdo lloj dyre, derë, qoftë të suksesit në shoqëri, në biznes, në familje. Prandaj unë mendoj se këta janë plotësim për njëri tjetrin. Mirë po, për me pas suksese në jetë, sepse edhe krijimi i familjes, në një farë mënyre, është një investim, njëjtë sikur kur donë me investu për një biznes, edhe duhet gradualisht me qenë që qëndrushëm me majtë familjen, me majtë biznesin. Prandaj e burri edhe gruaja, apo partner, dy të dashur, apo ma mirë të themi burri dhe gruaja në këtë rast, masi u përmendë që burrin po mund të keme marrë me qira, në Lituani edhe kjo përmosh një absurditet për punë, e përveç punëve ka edhe gjana tjera, kjo është një ramje e ulët e moralit, por ne si krijesa humane që jemi, ne nuk duhet ta shohim burrin, apo burri gruan, gruaja burrin si rival në sukseset e tona, po ta shohim si qelësi edhe brava për me mund me hecë për pare.